Të nderuar bashkëtar të fshatit tonë, kudo që gjendeni ju, sot Këshilli i Bashkisë Lokale bashkërisht me kryetarin e komunës zotëri Erkan Ariti kemi filluar një projekt kapital, të cilën Këshilli i Bashkisë Lokale në programin e saj ka pas prej fillimit deri më sot. I njoftojmë qytetarët e fshatit tonë, në fshat dhe në diasporë, se sot Këshilli i Bashkisë Lokale po realizon një projekt të madh të infrastrukturës së fshatit tonë. Kjo rrugë që ka filluar sot lidhet me fshatin Llopat, dikun 5 km e gjysmë. Kryetari i komunës bashkërisht me ekipin e tij ka angazhuar ekipin profesional dhomën geodezike, të cilët i kanë qitë pikat e saj dhe e kanë përgatitur elaboratin për të filluar punën. Na si Këshill i Bashkisë Lokale jemi faleminderues nga kryetari i komunës së Likovës për çdo kërkesë që kemi bërë si Këshilli i Bashkisë Lokale, në ingrediencat e tij që kanë qenë nuk na i ka refuzuar asnjë kërkesë. Na si Këshill faleminderojmë posaçërisht kryetarin e Bashkisë Lokale, zotëri Haxhi Shepe Mrllau me ekipin e tij, Mishori Perziti si zavens, Haxhin Adrian si arkatar, Sevdel Nezirin si komision mbikëqyrës dhe kryetarin e shoqatës e dua fshatin tim, zotëri Fehim Nureddinin. Për këtë iniciativë, për hapjen e kësaj rruge dhe tamponizimin e kësaj rruge, na do t'i faleminderojmë edhe disa aktivistë që i ka kryetari i Bashkisë Lokale për radhë tij, t'i përmendim edhe me emra Avnis Saliun, Sevdel Xhaferin, e shumë të tjerë, Suat Eminin, Oxhën Sadullah Abdullavën, të cilët jashtëzakonisht kanë kontributin e tij për të bërë kërkesën dhe për të përgatitur kërkesën e Këshillit të Bashkisë Lokale për ta dërguar deri te Ministria e Mbrojtjes. Në Ministrinë e Mbrojtjes kemi pas dy takime te zëvendës Ministrisë e Mbrojtjes Elfeti Ismaili, por deri më tani nuk kemi marrë asnjë kërkim. Edhe ne si Këshilli i Bashkisë Lokale faleminderojmë kryetarin e komunës së Likovës për hapjen e kësaj rruge, sepse kjo rrugë lidh dikon me 1000 hektar banorë të fshatit tonë dhe fshatrat parreth, duke përfshirë fshatin Matesh, fshatin Likovë, fshatin Elizare dhe fshatat malore, të cilat në të kaluara sipas parasit tonë na kanë treguar se kjo rrugë është frizuar dhe ka lidh fshatin Otër me fshatin Llopat dhe Kumanove. Na jemi faleminderues për të gjithë ata që janë angazhuar dhe që po angazhohen për hapjen e kësaj rruge, zgjerimin, tamponizimin dhe të japim edhe dy vija anësore si rruga mos të damtohet. Edhe ne faleminderojmë kryetarin e komunës, punën do ta kryejë ndërmarrja ndërtimore Iliria Komerc, pronara Pulla Shaqirin, edhe ne faleminderojmë kryetarin e komunës dhe gjithë pjesëmarrësit ju që jeni prezent. Pikës pari ju faleminderoj juve si medium që keni gjetë kohë sot të vini në fshatin Hotër. Unë në emër të banorëve të komunës së Likovës përshëndes nga zemra kryetarin e Bashkisë Lokale Haxhin, të cilën e kemi prezent, i cili ban një punë të jashtëzakonshme në të mirë të banorëve të fshatit Hotër, kuptohet së bashku me sekretarin e Bashkisë Lokale, me anëtarë të tjerë, si dhe me shoqatën e dua fshatin tim. Është një projekt i cili është kërkuar shumë herët nga Bashkia Lokale, ku bashkërisht në mënyrë të koordinuar jemi munduar që të sigurojmë jetë, ku falë Zotit sot vetëm me fillojmë këtë rrugë dhe besoj që është e patjetërsueshme që një herë për gjithmonë të merr pamjen dhe funksionalitetin e nevojshëm. Dhe kështu mendoj që bashkërisht, sikur deri tash, do vazhdojmë edhe me projekte të tjera, por dua të theksoj se Bashkia Lokale e fshatit Hotër është më së organizuar në mënyrë të detajuar për të realizuar projekte në të mirë të banorëve të fshatit, kështu që edhe ne si njësi e vetëverisis lokale jemi të përkushtuar që bashkërisht të vazhdojmë edhe me punë të tjera, ku pas përfundimit të këtij projekti është edhe projekti tjetër i cili është kapital, është rekonstruimi i rrjetit ekzistues të ujësirësit për fshatin Hotër, si dhe ndërtimi i rezervuarit të ri për fshatin Hotër,
me çka mendojmë se infrastruktura në fshatin Hotël do merr dhe ka marrë një pamje të këndryshe. Edhe një herë ju falenderoj gjithëve, besoj që të vazhdojmë së bashku në përmjet të banorëve të fshatit.